Pëlqen për shumë se merret tani ku i pëlqen dikujt pakën nga dikë që e pëlqen një femër ose një mashkull varet nga linia, që e pëlqen veshjen, unë mendoj që është hapi i parë për ta parë zhveshur. Sa serios? Se ka lexuar pak Se keni mendjen në mësim. Serios unë kisha. Unë akoma se kam lexuar. E pra, do ta lexosh live në Bardhazi. Dhe kunda më ta dojesh vetë. I gjithë titulli dhe dedikimi. Unë sot po e lexoj për herë të parë. Shumë mirë. Lexoje këtu. Kisha lexuar. Premio Europeo, Oscar della Moda, Statueta Oro Italia Albania Europa. Maison Rezata Skifteri. Mua më thanë Rezata Skifteri. Sa bukur. Sepse nuk e thonin dot bashkë. Është aq e rëndë ajo sa që mund ta përdoret për gjëra. Kjo është e larë gjitha me ar. Është e larë. Nuk ke nevojë për ato ti. Ajo është thjesht një bravo. Bile mund ta vesh edhe këtu te ne. Ti je statuj vet një. Po, ti je statuj vet. Rez, konkluzioni? Konkluzioni im është që jo gjithmonë veshja të bën atë që ti je. Veshja është e rëndësishme shumë në fragmente të caktuara, në një event, në një takim të parë, por më e rëndësishme për mua është dhe që e bën të bukur një njeri, nuk e bën veshja, e bën karakteri. Edhe këtë e thot një stiliste, ha? Dhe nëse karakteri shumë i bukur, nuk ka gjë më të bukur ta shikosh atë njeri edhe gjë më të thjeshtë, edhe me një veshje edhe 5 euro është tepër i bukur, apo tepër i bukur. Që ram dakord të gjithë në fund fare të Erionit thonin shkodranët, veshja kopileshja. I keni haruar të shpreha? Jo, nuk e keni haruar. Unë kisha shumë kohë pa e dëgjuar dhe sot u kujtova. Po kështu, kopileshja. Veshja kopileshja, sepse ishte kopja ajo prezenca. Sot ka aq shumë rroba dhe ka aq shumë femra të bukura me rroba të bukura, saqë kanë filluar njerëzit të bëhen selektiv, që nuk i intereson më vetëm pamja e jashtme, por duan që atë kafen kur ta pinë me dikë të kenë çfarë të ndajnë. Sepse ke goca shumë të bukura që nuk kanë çfarë të thonë. Unë shikoj në Milano vajza të reja që mbajnë çanta robe, me që diskutuam Po, ata të shtrenjta ato shumë. Çante robës e stampuar nga ato që printon te agjencia ime. Janë. Ato janë një beze. Po disa kushtojnë ato. Janë tekstil, e stampuar, që bën as 10 euro. Janë ato që të japin në përpara 15 euro. Ato të beze. Jo nga këto me punim dorë. Ato që punojnë me dorë kushtojnë shumë. Jo, janë këto. Jo këto të punimeve të dorës. Janë ashtu nuk jemi. Dhe deri në mbajnë dosje dhe letra. Pa kurseri me për vete do bëjnë. Dore vali ku qatë. Brendet në Itali, unë kam vënë re, nuk e di sa dakord është Rezi, i mbajnë moshat nga mesatarja dhe lartë. Që kanë punuar. Kanë krijuar një standard, një ekuilibër ekonomik, edhe ajo në mosh do shtakzoj dhe përsëri unë nuk shikoj që të jetë brendi i madh. Vajzat e reja janë aq sportive, aq të këndshme, aq bio dhe këto brendet i përdorin vetëm në eventet të darkave. Thuaj edhe fjalë me që po flasim për veshjen, lum kush zhvishet me dinjitet dhe lum kush zhvishet nga mediokriteti.